إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فلندريم ذا الأزاط إذا فإن الله جل جلاله صلاة السلام تشوف شبي بيغمبير صلى الله عليه وسلم بفاميلتي شوفتي ذا جيت مسلمان جباسن زمنة ترديد لجيكيميت اللهم آمين Ja legaluar folën për obligimet që I ka bashkëshortja ndaj bashkëshortit të vet dhe e përfunduam me dy pika të rëndësishme. Ajo ishte që nuk lejohet që bashkëshorët të agjeron nafile pa lejen e burrit dhe nuk duhet që në qoftë se bashkëshorti dëshiron me marrë bashkëshortën e dytë, gruan e dytë, kjo nuk duhet me e ba besimtarën që ajo tjetë e parespektueshme ndaj Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në kryerjen e obligimeve ndaj burrit. Për shkak se në qoftë se bashkëshortja kërkon talak, për shkak se burri ka marrë gruan e dytë, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për atë bashkëshorte e cila kërkon mundo prej burrit pa arsye sheriatike, se ajo nuk e nuhat erën e xhennetit. Se ajo nuk e nuhat erën e xhennetit. Dhe vazhdim para se fillojmë të flasim për obligimet e bashkëshortëve ndaj grave, do përmendim për shkak të rëndësisë së madhe këshillën e një nane e cila këshilloi vajzën e saj para se me shku nuse. Para se me përcjell për nuse, I dha disa këshilla vajzës së saj. Vajza e saj ishte Iyas. Nana ishte Umametu binti Harith. Kjo ka ndodhur në periudhën e xahilietit. Mirëpo këto këshilla janë shumë të rëndësishme. Për shkak se të gjitha këto këshilla që kjo nana ka dhënë vajzës së saj janë të vërtetuara me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Mbreti I Kindes mor vesh se në familjen e Shejbanëve ekziston një vajzë e cila është e bukur shumë, e cila është e mençur shumë dhe ka cilësi të mira. E dërgoi një grua ta këshyll çështjen. U kthy ky gruaja me informacione se vajza ishte ashtu siç që dëgjuar. E kërkoi dorën e saj dhe babai I ia dha. Para se me shku nuse, nana e saj I tha vajzës: O I bia ime, si kur këshilla të lihej për shkak të edukatës së mirë, atëherë ti dhe tije më përparsoria mos më të këshilluar, se ti je me edukat shumë mirë. Po këshilla I ban dobi atij cili është I pakujdesshëm dhe I ban dobi edhe të mençurit. Sikur një grua mos kish pas nevojë për burr, për shkak të pasurisë dhe mjaftëshmërisë që e ka te prindërit e saj dhe për shkak të nevojës që ata e kanë për vajzën e saj, ti do të ishe më përparsoria mos me të hartue. Mirëpo, gratë janë kriju për burrat dhe burrat janë kriju për gratë. Pra kjo është një zakon që duhet mu realizu, që duhet mu vepru.
e ka këshillu vajzën, e ka përkujtu vajzën se ti je duke dalë tash prej ambientit ku je rrit. Dhe je drejtu drejt një shoqërie të re. Drejt partnerit që ty nuk ka ki ide. Dhe i tha nana këtë fjallë. Kuni lehu emeter. Bëhu për të robresh, rob. Do të gjesh atë rob të gjunzuar dhe i teje. Banu e urt, do të gjesh luturin, për shkak se ka me të respektu dhe ka me të ndëru buri. Pastaj i tha, po të japë 10 këshilla të rëndësishme për jetën tënde. E para dhe e dyta, shoqëroje me knatësi, me atë çka ke. Knaqu me atë çka e ke, edhe pse ishte duke përcjell për në pallatin mbretëror. Për në pallatin mbretëror, me për ata të fjalë. Tha je i knaqur me atë çka ke, dhe bashkëjeto me ta duke qenë e dëgjueshme dhe respektueshme ndaj tij. Sepse në knatësinë me atë që ke është qetësia e zemrës. Kur ti je i kënaqur me atë që ke, me ki rahat zemrën. Ama kur si i kënaqur, kur rahat të mbash. Dhe kështu në njerëz të cilët kanë etje për me mri shumë, kur s'knaqen me atë që e kanë. Për shkak se knatësia me atë që e ke është rahatëk i zemrës tënde, ndërsa në dëgjimin dhe bindjen ndaj burrit, bashkëshortit, është knatësia e Zotit ta. E treta dhe katërta, kujdesu për shikimin e tij dhe kujdesu për nuhatjen e tij. Mos ja mundso bashkëshortit me pa diçka që atij si pëlqen. Mos ja mundso ti me pa te ti diçka që atij si pëlqen. Çka do qoftë ajo? Qoftë ajo pamje, qoftë ajo moral, qoftë ajo vepër. Dhe mos ja mundso atij me nuhat prej teje vetëm se erën e mirë. Kalemi i zi është prej më të bukurave, kurse atëherë kur nuk ekziston parfemi apo misku, uji është më mira. Po, je sa herë pasta. Mos i gjej arsye burit, po jam lodhe, kum pas punë, s'kum pas mundësi mi li syte, mos zbukurue, që rrëdhime me kalua. Një problem që e ka bashkëshortën dhe bashkëshortës, mos zbukuru për burit. Mos mi gjejt arsye pa arsyeshme. Pastaj i tha, e 56-ta, kujdesu për kohën e gjumit dhe të ushqimit. Për shkak se vazhdimësia e urisë e ndez zemrimin, ndërsa prishja e gjumit e shkakton zemrimin. Mos m'ia prish, mos m'ia huq kohën e ushqimit. Edhe më pas kujdes kur ai pushon. Për shkak se prishja e gjumit është zemrim për burin. E 78-ta me arrujt pasurinë, edhe më kujdes për shtëpinë e tij, për familjen e tij. E 90-ta mos e kundërshto në asnjë urdhër që ai ta jep, dhe mos i përhap sekretet e tij. Pastaj ruhu që të shfaqësh gëzimin para tij kur ai është i hidhruar. Dhe ruhu bëhe kujdesshme mos me shfaq hidhrimin, mos me shfaq gëzimin në çaste kur ai është i hidhruar dhe mos me shfaq hidhrimin kur ai është i gëzuar. Dhe krejta këto këshilla të fejnanës janë për një jetë të lumtur më shëntore. E të gjitha këto i ka vërtetuar edhe fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në gjitha ato që i përmendëm javën e kaluar. Obligimet e burrit ndaj bashkëshortës janë të shumta dhe të rëndësishme, ndaj të cilave në shumë prej rasteve burrat janë neglizhent, për fat të keq. Dhe pastaj kjo e bën atë gjendjen me një familje ku bashkëshorti dhe bashkëshortja mundohen t'i kryejnë obligimet me kompenzim. Qofse sillesh mirë, sillen mirë.
Nëse ti e ke obligimin ndaj meje, edhe unë e ky ndaj teje. Nëse unë e ke obligimin ndaj meje, edhe unë e ky ndaj teje. Këtë rregull të prishur, të dëmshme, të rrezikshme duhet me fshi për jetës tonë. Në raportin bashkëtorë veçantik, për dhe në raportin me njerëzit në përgjithësi, nuk duhet me bë punë me kompenzim. Duhet me bë punë dhe me prit kompenzimin xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Me prit shpërblimin nga Allahu xhelel xhelaluhu. Duhet ta kuptojmë që bashkëshortet, edhe gratë, edhe burrat, duhet ta kuptojnë se ato janë udhëheqës e shtëpisë. Ato janë personi i cili kujdeset për shtëpinë në mos prezencën e burrit. Dhe kjo është përgjegjësi shumë e madhe, nuk është e lehtë, nuk është e thjeshtë. Nuk është diçka që s'është probleme dhe vëlëshime, për shkak se një lëshim i vogël këtu. Dami i madh i bëhet shoqërisë pastaj. Kanë thënë dietar, burri afrohet tek Allahu me kryerjen e obligimeve ndaj bashkëshortes së vet. Kështu të më kuptuar. Kur vjen momenti me kryer një obligim ndaj bashkëshortes tande, shtren kryer që je duke adhuruar Allahun. Nuk është diçka për çefi veç. Mja bën çefin asaj në veç. Je duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Je duke i bë ibadet Allahut, deri në telefonat vazhdim. Edhe koncentrojeni, sidomos të martum, edhe ju që jeni beqarë. Edhe prej burrave edhe prej grave. Për shkak se janë tema të rëndësishme, janë tema bazë për një jetë lumtur bashkëtorë. Janë tema bazë për një jetë të lumtur, jetë komplet, në shtëpi dhe jashtë shtëpisë. Pse shtëpi dhe jashtë shtëpisë? Pejgamberi sa se më thonë, prej kulturisë së njeriu këtë botë janë mjeti i udhëtimit mirë, kerën e mirë, veturën e mirë, këtë kohën tonë, shtëpinë me pas të gjallë, edhe bashkëshortën me pas të ndershme. Të ndëgjueshme të transmetueshme. Kjo është lumturia në këtë botë. Njëra prej këtyre treja mungon shumë sen prej lumturisë në jetën tënde. Dikush e ka shtëpinë e mirë, e ka kerën e mirë, ama nuk e ka bashkëshortën e ndershme. Nuk e ka bashkëshortën e ndëgjueshme të transmetueshme, ose nuk e ka bashkëshortën e ndëgjueshme të transmetueshme ndaj Allahut. Kjo ja prish lumturinë komplet. Dikush e ka bashkëshortën ose bashkëshortin, po s'kan vetur, a i saran është me tu po vetur sot. Dikush e ka veturën dhe e ka bashkëshortën ose bashkëshortën, po se kanë shtëpi, a i saran është me tu pa shtëpi sot. Dhe çdo herë ka qenë ra. E lumturia kompletohet këto të trija. Dhe thamë nga se më i miri për juve është ai i cili është më i mirë në familjen e vet. Unë jam më i miri për juve në familjen time. Kush do me qysh veti kush është, kush do me definu vetën e vet, le të fjen shpejt vet edhe le të përshkruajë vetën e vet. Raporti i tij, morali i tij, dini i tij, devotshmëria e tij në raport me familjen e vet, kjo është feja e njeriu. Secili le të analizon vetën e vet. Kryerja e obligimeve ndaj bashkëshortes është afrim te Allahu xhelel xhelaluhu, është adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Secili prej juve jeni të ngarkuar me përgjegjësi dhe secili prej juve do të merrë llogari për përgjegjësinë me cilën jeni ngarkuar. Kjo mor llogari për përgjegjësinë që e ke në jetën tënde. Ka më marrë burri llogari për përgjegjësinë që e ka ndaj familjes, gruas dhe bashkëshortes, do të merret llogari bashkëshortja për përgjegjësinë që ai ka fëmijët dhe shtëpinë e burrit të saj. Dhe nëse mendojmë masi ideja që përmenda para 2 hutbeve, se mu nuk më intereson se ai nuk është i kujdesshëm ose ajo nuk është e kujdesshme, edhe mu nuk më intereson, biologjikimi kur doli para Allahut, secili për vetë ka më fol. Secili ka më fol për veti, secili ka më dhënë llogari për veti. E lumë për atë që del para Allahut me obligime të kryera. Lumë për atë. Kryera obligimeve ndaj bashkëshortes është prej shenjave të devotshmërisë. Është prej takvallahut. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, keni frikë Allahun në raport me gratë. Keni frikë Allahun, bëni të devotshëm në raport me gratë.
Kryerja e obligimeve ndaj bashkëshortes, ndaj gruas, është porosi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos e mendon me cilën shumë të lehtë. Mos e mendon me cilën shumë thjesht. Porosi prej njeriu që të do më shumë se vetën tënde, në qoftë se do më shumë se vetën tënde. Me vëmë porosit shefi sot në punë nuk ja huçve, për shkak se pyetja është rroga jote. Për shkak se pyetja është dunjaja jote, si ja huç. Të ka porosit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, silluni mirë me gratë. Silluni mirë me gratë. Kryerja e obligimeve ndaj bashkëshortes është emanet i Allahut. Emanet Allahut e kalam. Me të lanë sot dikush emanet për dunja edhe ma i thjeshti për njerëzve, vallahi kujdeshe se të ku ftyra të ku. Po me të lanë dikush me autoritet diçka emanet, vallahi kujdeshe se të ku ftyra. S'ke ftyrë me dorë për shpi stande. Të ngushtohet dunja me gjënsin e saj. Të ngushtohet gjoksi, pse ki hupe manetin. Ajë që ka porosit është Allahu gjele gjelaluhu. Ajë që të kalon e manet bashkëshortën është Allah subhanahu wa ta'ala. Ti në emën të Allah dhe ki po halal atë që ki po haram. Ti në emën të Allah dhe ki po halal organën e sajna. Shtratën e sajna, s'ka qenë në juar për ty ajo. Në emën të Allahu gjele gjelaluhu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vërtet ju e keni marrë ato me emanetin e Allah, me besën e Allah, subhanahu wa ta'ala. Kur keni shku me aly babës, në emën të Allah të keni lyp, dhe në emën të Allah të ka dhanë. Dhe kjo në emën të Allah të është emaneti Allah, subhanahu wa ta'ala. Për këtë emanet me ndonë që kene me kalu leta. Për këtë emanet Allah në ka këshillu me shumë ajetë në Kur'an, pëse është shumë e rëndësishme. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Çfarë thot Allah? Urdhëroje familjen tënde ta falë namazin. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا dhe ban sabër. Ban sabër në urdhën ndaj tyre, ban sabër në edukimin e tyre dhe ban sabër edhe ti duke e fol vetë. Nuk kina të përku për te e rësk, na të furnizojnë atyje, dhe përfundimi është për të dëvëqme. Sot na me preteksin se jemi të zanë në përfitimin e rëskut për familje tona, helana edukimin dhe urdhin të mirë dalimin nga e keqat dhe familje tona. Dhe pastaj javena bashkëshortës shtëpin, veturën, qefet, lukset, dunjas, dhe të këtë lafë, mësëre. Së të nga, mësëre. Dhe ti pastaj vetë bishma. Po të budalëm se me qenë të tyre, o budalë je. So dosh njërë me bo me e qu urdhin Allah të me. Njërë me bo urdhin të mirë, ndalimin nga e keqa, e prej dunjas, kena mundu sot kena mundësi. Ama kjo e para, tu së dhanë me ahu qiq. Se me bo me ahu që të kjo e para, qka të dush bak prej ditës, s'keve qeni këta që as ti, as aja. E me këta manet Allah urdhën shumë Kur'an. Do më thonë, nuk është diçka e thjesht. Është një jetë komplet. Që sa Allah tjetë për rësk, me qenë një kja, me bashkëshortën tane 50 vjetë, për ti dush më nuk të bime të nga keqe. Pse? Sa bashkëshortë të grujë është. Dhe është amanet, ty, Allah, ty të kalon dorën tane amanet. Së kalon ty amanet në dorën e sajnë. A të kalon amanet në dorën tane. Që të me thonë, ti ki përgjësi shumë madhe për Allah, s.a. Ti ki përgjësi shumë madhe për Allah, subhanahu wa ta'ala. Besimtari nuk i kryen obligimin ndaj bashkëshortes me kompenzim. Bajni me në njëkët. Nuk i kryen obligimin me kompenzim. Në qoftë se partneri sillet mirë. Burr, grua qoftë. Në qoftë se dëgjon dhe respekton, dëgjoj dhe respektoj dhe nderoj. Jo. Bashkëshorti e kryen obligimin se Allah ja ka obliguar me këtë obligim. Bashkëshorti e kryen obligimin se Allahu ka urdhëruar me këtë obligimin. Bashkëshorti e kryen obligimin se do të mirë llogari para Allahut për obligimin që e ka ndaj bashkëshortës vet.
Dhe kjo është një prej emaneteve të mëdhaja, një prej obligimeve të mëdhaja. Pra, për një jetë të lumtur bashkëshortore, duhet që të dy bashkëshortët të jenë të kujdesshëm në kufit e Allahut në raportin bashkëshortor. Kjo për të martuar. Kush do me qenë i lumtur, le të ketë frikë Allahut. Le të ndëgjon dhe respekton Allahun në raport me gruan e tij, le të ndëgjon dhe respekton Allahun në raport me burrin e saj. Kush e bën këtë është njeriu më i lumtur në këtë botë. Ju beqarë dhe beqaresha, kur t'ju vjen momenti për t'u martuar, ose për t'u feju, ose para fejesës, kur djelli dhe takoheni më upaleni me tjetërin, një pyetje veç, me një pyetje krejt pun, krejt se në dalën të rezi. Nda shkana e djarit, nda shkana e vajzës, me e këtë pyetje. Ti, a je i gatshëm me jetu jetën me mu si pas urdhën të Allah dhe pejgamberit së ste? Qka që? Në qofë se ekziston të dishmëria, kry muhabeti. Për si që nësër i kthehemi Allah dhe pejgamberit së ste dhe kryet shpejt kjo pun kryet. A kemi ka dishmërive të? E ata që e të kështu, do të qenë njerëzit më të lumtur në këtë botë edhe në botën tjetër. Obligimi i parë i bashkëshortit ndaj bashkëshortës së vet. Dhe ky obligim mendoj që është çelësi i sekretit për një jetë të lumtur bashkëshortore. Çelësi i sekretit. Cila është? Ajo është që burri ta luan rolin e vet në familje. Burri ta luan rolin e vet për cilin është kriju me jetu dhe vepru në këtë botë. El-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Burri ta ruan autoritetin mbi gratë. Në qoftë se rrezikohet autoriteti i burrit, në qoftë se në përkombët autoriteti i burrit, në shtëpi mos ka vërejqet. Për shkak se kur vjen momenti me urdhën të mirë, me ndaru nga keqa, s'ka autoritet burri, si shkon nafi. Kur të urdhënon burri, si hatë muhabeti. Kur të merr vendime burri, se ban hesab për kush. Fillimisht s'ka me bo hesab bashkëshortja vet, e ka me qenë dam edhe për bashkëshortën, edhe për bashkëshortën, për shkak se në të momente bashkëshortja kam i marrë punë të ndorë të veta. E kur t'i merr bashkëshortja në ndorë të veta, punë të shtëpisë, punë të burrave, s'ka vërë qëtë në shtëpi. Ambajnë i me, përpjekjet e grave, për me marrë autoritetin e burrit, përpjekjet e grave, që ato me qenë kokë në shtëpi, janë pandashme. Këtë me shqiptyje, që ato bëjnë përpjekjet çdo herë, që fjala e tyre të fundit, që urdhat ata t'i japin, që meset ata t'i presin. Kjo është përpjekje dhe kjo është normal të gratë. Mos lejoni, asnjëherë mos lejoni, që këto punë me lanë dorën e grave. Mos lejoni që me hub autoritetin para grave. Mos lejoni me bo veprime, punë, të cilat u arzojnë autoritetin, u aprishin burrin. Për shkak se kjo është rrezik edhe për ty pastaj, edhe për gratë pastaj është keq. Pse është keq për gratë? Për shkak se ty Allah të kalon përgjec mbi bashkëshortën tënde. Në moment që ti e humb autoritetin, ti nuk mundesh më urdhë të mirë, me ndalu nga e keqja, ati e urdhru për këtë vepër. Kur thamë ti nuk mundesh, ti mundesh, për nuk shon lafi. Nuk shkon muhabeti. Si pasojë e kësaj, do të hasim mos dëgjim dhe respektim prej grave. Si pasojë rrjedhojë e kësaj, do të hasim mos dëgjim dhe mos respektim prej fëmijëve. Për shkak se fëmijët kanë mësuar prej nanës se baj kam ja kthi fjalën babas, baj kam ja kthi fjalën burrit, baj kam ja kthi urdhrin domaçinit shtëpisë. Dhe në këtë mënyrë prishet shoqëria. Sekreti kryesor për një familje të shëndosh është që burri me e lujt rolin e vet. Në qoftë se i ngatrojmë rolet
bashortja del me lypë, rësën për jashtë, e burri i lanë të shtëpia, të llojit e sot. Nuk ka bereqet. Nuk ka respekt. Nuk ka ardhmëri, nuk ka shpëtim, nuk ka lumturi. As këtë botë, as në botën tjetër. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk shpëton një popull i cili udhëhiqet te grave. Nuk shpëton një popull i cili udhëhiqet prej grave. Pra sekreti kryesor për një jetë lumtur është që burri me qenë burr dhe gruaja me qenë grua. Punën kryesore që të me pas burri një jetë bashkëtorë, e para është me e rujt autoritetin e vet, e dyta është me e rujt bashkëshortën, mos të mirët me punë që nuk janë të saja. Për shkak se është ngarkim. Sunet duron presionin për gruaja. Me punë të burrit, s'mundet, ashtu e kriju Allahu subhanahu wa taala. I mjafton që bashkëshortët mirën me punë që i ka obliguar Allahu xhël xhelalu. Me punë që s'janë të tyre, s'ka nevojë me lodh vetë. Sa e ka rrogën burri, ku i ki parët, sa parë i kia, ki parët dame, ku shkon, kur ven, kur he, kur del. S'janë punë të gru, janë punë të grujës ka. Punë të grujës janë punë që i ka obliguar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ato që përmendëm ligjëratën e kaluar, vazhdojmë me lejen e Allahut në obligime tjera që i ka burri të rëndësishme të bashkëshortëve të veta, javën e ardhshme. Alhamdulillahi rabbil alamin.